Vllaznia i dha fund në mënyrën më të rëndë aventurës europiane duke u eliminuar nga Liga e Konferencës pas humbjes së thellë 5-0 ndaj Malishevës në Prishtinë, ku Çeblu zhvillua një ndeshje pa identitet dhe pa reagim, ndërsa skuadra kosovare dominoi plotësisht takimin, duke shënuar 2 gola në pjesën e parë dhe 3 të tjerë në të dytën. Pas ndeshjes, trajneri i Malishevës Tomas Brdarić u shpreh se kishte qenë i bindur se skuadra e tij do ta eliminonte vllaznin. Ndeshja e parë treguai se gjithçka mund ndodh. Ishim të karikuar dhe plot me energji për këtë ndeshje dhe dham maksimumin për këtë fitore. Ne kishim të gjithë ndeshjen në kontroll. Ishte një ndeshje emocionuese për mua. Ishim shumë të përqendruar, pasi kishim punuar shumë taktikisht dhe fizikisht ishim mirë. Futbollistët e mi dhanë më të mirën e tyre. Pretendojmë që të arrijmë në nivele të larta. Kam kaluar mirë te vllaznia, por jam profesionist dhe shijova këtë fitore. Më shqetësuese se rezultati ishte mungesa e çdo reagimi nga drejtuesit e klubit, të cilët nuk dolën në asnjë deklaratë për mediat. Kjo humbje nxorri sërish në pa problemet e vazhdueshme organizative të vllaznisë, nga çështjet me federimin e lojtarëve dhe borxhet, deri te merkatoja e paplot, ndërkohë tifozët Kuqeblu që udhtuan për të mbështetur skuadrën në Prishtinë u larguan të zgënjur, duke kërkuar përgjegjësi dhe ndryshime konkrete pas një prej eliminimeve më të rënda në historinë europiane të klubit.